Andaj transmetohet se Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, i cili ka qenë një dietar shumë i madh, besoj se shumica për juve keni ndëgjuar për të, dhe i cili njëkohësisht ka qenë edhe luftëtar dhe mujahid shumë trim. Transmetohet se ushqimi i tij që e ka bërë pra të jetë kaq i suksesshëm dhe kaq i qëndrueshëm është përmendja e shumë të Allahut subhanahu wa taala. Ka qenë prej atyre të cilët e kanë përmend shumë Allahun subhanahu wa taala. Transmetojnë nxënësit e tij si Ibn Kaimi dhe të tjerë se Ibn Taymija rahimahullah e kishte zakon, kur e falte sabahun, qëndronte aty në xhami dhe përmendte Allahun subhanahu wa taala deri kur ngritej dielli, pra deri kur lindte dielli. Kur e pyetnin për këtë se pse është kaq i rregullt, thoshte ky është ushqimi i shpirtit tim, nëse kët nuk e konsumoj, unë do të shkatrohem.